Sot po përgatitem edhe iftarin e parë të muajit të bekuar të Ramazanit. O Allah, për ty agjërova, ty të besoj, në ty mbështetem, me begatitë e tua iftar po bëj. Miq të dashur, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar për hajër muaji i Ramazanit. Fillojmë me recetën. Së pari po përgatisim recetën e pitalkave dhe në një po shtojmë 20 gram maja buke të freskët, një lugë të mesme me sheqer. Shtojmë një gotë me ujë dhe një gotë me qumsht. Do me thonë 200 ml ujë, 200 ml qumsht. Pastaj vazhdojmë edhe tresim majën e bukës. Shtojmë pak miell edhe krejt në fund e shtojmë krypën. Një lugë të gjellës me krep ose 2 lugë të mesme. Vazhdojmë me përzim dhe kështu derisa brumi të trashet. Brumi i pitalkave duhet të jetë i butë, lirisht mundeni me përzi veç me lugë. Si duhet të jetë, e shohim videon krejt në fund. Parafërsisht për këtë recetë mund t'ju shkoj 700 gram miell, por ju do e kontrolloni. Tash po e vreni që brumi është i butë edhe përzihet me lugë. Pasi që të përzi mirë brumi, atëherë vazhdojmë edhe tek brumi shtojmë vetëm pak vaj, sa për ta mbledh brumin pak me dorë. Dhe kështu si në video vazhdojmë, e përzim pak, japim formën e rumbullakët, e pastaj brumin e pitalkave do t'ala që të dyfishohet mirë, mjaftueshëm parapërsisht për 1 orë besoj që do t'jetë gati. Tash pasi që brumi është dyfishu, me njëherë brumin e marrim edhe e punojmë në tavolinë, edhe brumin do t'a ndajmë në 2 pjesë të barabarta. Nga secila pjesë do të formojmë kolaç. Vazhdojmë edhe, pasi që i kena formu kolaçat, 2 kulaç edhe po i hollojmë kështu për së gjati. Pasi që pitalka do t'i bëj kësaj radhe të gjata, jo në formë të rumbullakët. Pasi që t'i hollojmë kështu, atëherë do t'i vendosim në tepsi. I vendosim në tepsi edhe sërisht ka me i hollu edhe pak tash në tepsi kështu, edhe do t'i mbuloj dhe do i la që të pushojmë për së paku 15 deri në 20 minuta, derisa fura e shpëritit të nxehet mjaftueshëm. Në një enë tjetër kam shtuar një të kuq të vezë edhe 2 lugë me kos, edhe tash pasi e kena përzi masën, po ja shtojmë mbi pitalkave, po i lyej me këtë masën e përgatitur. Pastaj krejt do t'i përgatisim edhe pitalkave do t'i japim formën, pra me gishta, sikurse mund t'a shikoni këtu. Është një recetë që ja vlen të provohet dhe të përgatitet, sidomos për iftar, pasi që shijojnë shumë. Unë për sot, pra miq të dashur, kam përzgjedhur të përgatis receta tradicionale për iftarin e parë. Shpresoj që do ju pëlqejnë, edhe pse krejt recetat ndoshta i dini, po për fillestarët do ju ndihmoj shumë. Mbi do i hedhim fara të zeza dhe gjithashtu fara susame. Do i shtim dhe do i pjekim në furrë në temperaturë 230 gradë për 15 minuta. Pasi janë pjekur, i kam mbulu që të rrinë edhe të zbuten edhe më shumë, edhe tash i kemi gati. Pitalkat janë gati, janë bo tepër të mira, edhe kanë aromë shumë. Për iftar do t'ju kënaqe nëse përgatisni, nuk do të zhgënjeheni asnjëherë. Janë tepër të mira. Vazhdojmë tash edhe i shohim edhe nga brenda si janë bërë. Janë bërë tepër të mira, të buta, kjo është me rëndësi, janë shumë të buta edhe të mira, shijojnë shumë.
Kjo ishte receta e pitolkave që unë e kam përgatitur për iftarin e parë. Shpresoj që nëse do ta përgatisni do ju pëlqej kjo recetë. E më tutje, unë po vazhdoj me përgatit edhe recetat e tjera. Në tenxhere po shtojmë 2 gota me grosh ose fasule. Këtu te grosha, pasi që ta pastroj mirë me ujë, do të shtoj ujë. Pra e mbuloj me ujë të pastër, pasi që e kena pastru. Groshën do ta la që të pushoj, pra do ja mbyll kapakun, edhe do ta la të pushoj për së paku 3 orë. Kështu në temperaturë dhome. Pasi të kalojnë 3 orë, tash e shohim edhe kokrat janë fry. Kështu në këtë formë, kokrat e groshës apo fasules nuk ju humbet forma. Por gjithashtu është me rëndësi edhe procesi i zierjes. Pasi që ja kena kalu ujin, pra e kena largu nga grosha, ta shtojmë speca zharrana të thatë edhe një qep. Tash vazhdojmë me procedurën e zierjes. Shtojmë pak hudhër pluhur. Nëse do e përgatisni këtë recetë kështu si unë, do ta pëlqeni shumë. Pastaj biber të zi, edhe e mbulojmë me ujë mirë. Në fillim do t'i shtojmë ujë mjaftueshëm, pra derisa uji të del mbi, edhe tash në zjarr. Kështu do ta la fasulen që të zihet, derisa uji të shterret, uji i parë. Nuk e mbuloj me kapak, vetë se e la kështu që të zihet. E pasi të shteroj ujin e parë, do të shtojmë ujin e dytë e atëherë do ta mbuloj me kapak. Tash e ka shter ujin gati dhe mund të shtojmë ujë sërish të ftohtë. Edhe e mbuloj me kapak që të zihet, po tash do të zihet shumë shpejt pasi që është zi me ujin e parë mjaftueshëm. Për pak minuta, ndoshta edhe 20 minuta ose gjysore, do ta kena gati. Po e vreni që tash veç e ka shter edhe ujin e dytë, edhe tash e shohim a është zi ose jo, mjaftueshëm. Po e vreni që fasulja është kokra nuk ju ka prish forma pra, edhe veç më gati është i zi. Për t'ja trashur lëngun, po përdorim edhe këtë paqet nga erëza të ndryshme të kombinuara për përgatitjen e fasules. Kam shtuar 100 ml ujë edhe e përzim mirë me lugë. Edhe këtë përzierjen do ta shtojmë tek fasuli. E shtojmë edhe tash veç e përzim pak, kjo i jep edhe aromë shumë, por edhe ndihmon që fasulja ta trash lëngun, por ju them se edhe shije do të ketë mjaftueshëm. Edhe tash vazhdojmë në një tenxhere, shtojmë pak vaj, parapërsesh dikon ndoshta 70 ml, pasi që të nxehet vaji mirë, e leni të ftohtë pak, edhe pastaj shtojmë një lugë të gjellës me biber të kuq. Mos e shtoni biberin e kuq asnjëherë, kur vaji është i nxehtë, val, duhet me prit pak, e largoni. Edhe tash e shtojmë tek grosha dhe kështu vazhdojmë e përzim. Por do të shtoj edhe pak ujë, pasi që veç lëngu është i trash, e shtojmë ujë edhe e la për 2 minuta 3 që të filloj edhe të vloj. Kokra e fasules, po e vreni që është ashtu siç ishte në fillim, e zier. Pra edhe pak i duhet që të zihet edhe të jetë ashtu të themi taman siç duhet të jetë. Në ndërkohë marrim tavat e dheut edhe i mbushim me fasule, pasi që kam vendos që me përgatit fasulen edhe me i rreshk mirë në shporet, sepse kështu më pëlqen, sidomos gjatë muajit të Ramazanit është një nga recetat e mia të preferuara. Po e vreni kokrat se si janë, ashtu siç ishin në fillim, edhe shije do të ketë mjaftueshëm, por
edhe kokrat nuk ju kanë prish, janë krejt komplet. Pasi që të mbushim tavat, atëherë do të vazhdojmë edhe të shtojmë edhe specat. Pastaj marrim gjalp, pra nga pak gjalmbe, edhe presim veç pak sa të filloj të shkrihet gjalpe. Pasi që të shkrihet, kena me përzi pak kështu, mbe. Në temperaturë 200 gradë e leni që të rreshket mirë. E pastaj e kemi gati për iftar. E në ndërkohë miq të dashur, unë po vazhdoj me përgatit edhe recetën tjetër. Në një tenxhere shtojmë mesh. Për iftarin e sotëm kam vendosur me përgatit prap një recetë tradicionale orez me mesh, por gjithmonë kur përgatis orez kam pak dëshirë që mishi të jetë pak me vjam edhe pak me asht. Edhe tash vazhdojmë edhe shtojmë ujë. Do ta la që mishi të zihet pak në fillim derisa t'i largohet gjaku, e pastaj do ta pastrojmë nga uji i parë. Pasi që kena pastru mirë, shtojmë tash ujin e dytë, e mbulojmë mirë. Edhe këtu shtojmë një lugë të gjellës me veget, pa kryp, sa të them me maje të lugës, edhe pak biber të zi, gjys lugë të çajit, edhe vazhdojmë mishin, e lam që të zihet mirë. Tash varet nga mishi se çfarë lloji mishit është, edhe e leni që të zihet. Derisa të zihet mishi, vazhdojmë në përgatisim orizën. Në një tigan shtojmë pak vaj. Te vaj shtojmë një qep. Edhe ta shpresim që qepa të filloj të kavërdiset. Do ta përzim edhe do ta kavërdisim për 2-3 minuta. E pastaj shtojmë orizën. Këtu kam orizën që e kam pastruar mirë me ujë. Edhe e kam lanë që të kullohet, për afërsisht, pra kam shtu 2 gota me orez. Gotat që i kam përdor për orez janë nga 200 ml. Pra 2 gota orez, i kavërdisim edhe për 2-3 minuta të tjera, edhe orizin e kemi gati. Pastaj, masën e orizit e shtojmë në tepsi, ku kena me e përgatit orizin. Tash në mes e largojmë orizin pak edhe e shtojmë mishin. Mishi është zi, e ka lshu lëngun i ndyrën, edhe tash mishin do e vendojmë në mes. Ashtu si që përgatiste edhe gjyshja edhe nëna, kështu në mes. Pra receta për sot orez tradicional, tepër i sheshëm. Edhe tash e kullojmë lëngun. Pastaj marrim gjys luge të çajit me biber të kuq, e përzim me pak vaj edhe e lyejmë mishin mbi që të skuqet edhe mishi mjaftueshëm. Edhe recetën e orizit e kemi gati, e shtim në furrë në temperaturë 250 gradë. Në anën tjetër po përgatis edhe speca. Specat i kam pjekur, tash po i çojmë kështu në mes, po ju shtojmë pak kryp, edhe normal kena me i kavërdis pak. Nuk ban iftarin me e lan edhe pas speca, sidomos me këtë receta tradicionale, me fasule edhe me orez. Shtoni pak kryp, pak vaj, edhe specat po i kavërdisim. Derisa po bëhet gati orizi, edhe specat do t'i kemi gati. Shumë shpejt do të kavërdisen, edhe çdo gjë do ta kena gati për ta servuar. Por për iftarin e sotshëm un kam përgatitur edhe ëmbëlsirë, të shohim edhe recetën e ëmbëlsirës trileqe.
Për iftarin e sotshëm po përgatitim 3 leçe dhe për këtë recetë na nevojiten 5 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë e gjysmë miell, 1 pak o pluhur për pjekje dhe 1 vanilë sheqer. 5 vezët i kemi shtu në një enë, shtojmë 1 gotë sheqer, gotat që po i përdor për këtë recetë janë nga 200 ml. Shtojmë edhe 1 pak o sheqer vanilje. Dhe recetën e sodit të 3 leçes kam vendosur me përgatit pa mikser, vetëm me një tel të kuzhinës. Vazhdojmë edhe të gjitha vezët i rrohim mirë me tel kuzhine derisa sheqeri të shkrihet. Për afërsisht 3 minuta, besoj që do ju mjaftojnë që sheqeri të shkrihet mjaftueshëm. Edhe vezët do të rrohen mirë. Pasi që i kemi rrohur vezët mirë, shtojmë miellin edhe pluhurin për pjekje. Pasi që e kemi shtu miellin, pra 1 gotë e gjysmë miell, pluhurin për pjekje, tash vazhdojmë edhe i përzim krejt bashk, derisa të na formohet një masë homogjene. Unë po vazhdoj për e përzi brumin mirë që mos të mbetet kokra, pra mos mbeten trupa të vegjël tek brumi, por të bëhet një masë e mirë pa kokra. Pasi që të jetë gati brumi, marrim tepsien edhe e hedhim brumin. Tepsien e kam lyer me margarinë. Furrën e shporetit e kam nxehur në temperaturë 150 gradë. Pasi që të nxehet furra mirë, e shtim 3 leçen edhe e pjekim në 150 gradë për afërsisht 25 deri në 30 minuta. Në një enë tjetër po shtojmë 800 ml qumësht. Pastaj këtu shtojmë 500 ml krem për ëmbëlsira ose krem pana ose hopla. I përzim krejt bashk, por vetëm pak për 1 minutë me lugë. E pastaj, pasi që 3 leçja të piqet, vazhdojmë e shtojmë edhe krejt kremin apo këtë lëngun që e kena përgatit shërbeten. 3 leçja është pjekur, do ta shpojmë në disa vende. Edhe do ta la vetëm për 2 minuta që të ftohet, jo ma shumë, që pastaj më let ta pen edhe shërbeten. Mos e leni me u ftoft 3 leçen edhe shumë. E shtojmë tash shërbetin e përgatitur me qumësht edhe me krem. Krejt shërbetin duhet ja hedhim 3 leçes. Unë ju them se kjo recetë është një nga recetat më të mira dhe që mundet me përgatit çdo kush. Pa mikser e përgatisim një recetë tepër të mirë edhe tepër të shishme. Mbi po e hedhim krem karamelin që e kam nxehur që të bëhet më i holl, i kam shtuar pak ujë edhe po e vreni se sa kollaj po shtrihet mbi 3 leçen. Tash krejt e kena gati, ëmbëlsira është gati, vetëm se ëmbëlsirën gjithmonë e përgatisni ose një natë më përpara ose e përgatisni herët në mëngjes, e leni që të ftohet, pasi të ftohet, atëherë e keni gati për iftar, qoftë për veti ose për mysafir, varet se si keni me përgatit. Unë ju them se kjo recetë e 3 leçes ja vlen të provohet, edhe pse e përgatitur me dorë, por është bërë tepër e mirë e shishme, mund ta vreni edhe këtu, brumi është perfekt, 3 leçja është tepër e mirë, ju bëft mirë nëse e përgatisni. Tash nuk na mbetet asgjë tjetër, vetëm se t'ju dëshirojmë një ditë të mbar, një agjërim të lehtë dhe të pranuar të gjithë agjëruesve. Tani të gjitha i kemi gati, po vazhdojmë edhe po shtojmë edhe supën, edhe po e presim kohën e iftarit, sepse më veç është afru koha për të bërë iftar. Unë ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar. Përgatitni këto receta tepër të mira të shishme, ose për veti ose për mysafir, ju kënaqen, receta tradicionale me krejt mirat. Edhe sofra e iftarit me të gjitha të mirat, unë ju dëshiroj ditë të lehtë, agjërim të lehtë, agjërim të pranuar, lutje të pranuara. Zoti ju bekatoft të gjithëve që po na ndiqni. Një falenderim të veçantë për të gjithë juve që më keni mbështetur gjatë gjithë rrugtimit tim. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër.